Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Adriana Matoshi, duket jetë larg me zhvillimet aktuale politike në vend. Përmes një postimi në Facebook, ajo i ka kritikuar opozitën që nuk e kanë propozuar kandidatin për president, ndërkaq që harron se kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku e propozoi Vjosa Osmanin menjëherë për kandidate për presidente, pasi Albin Kurti kërkoi 3 emra nga LDK-ja dhe PDK-ja. Ajo i ka qajtur hallin Albin Kurtit për opozitën, duke u shprehur se a more binush po më dhimbesh me kondjet u pas punue, qysh more s'po pranoni as emrat mi dhona, çka për shembull ju kish pëlqy juve, a ti thon mund binit me ju boni pako për shembull 1 emër dhe 2 terminale, ose 1 emër dhe 200 hektar tokë, ose 2 emra dhe krejt bordet, ose pa emër veç telekomin, ose as 1 emër, veç me ushtim me punue pa konkurue, e forta. Folni loçka se kërkush s'pe din çka po doni, a more binush po më dhimbesh me kondjet u pas punue, shprehet Adriana Matoshi, duke hedhur kungja në drejtim të Vjosa Osmanit,